Trupi i Papa Franceskut i vendosur në një arkivol të hapur u transportua përmes një procesioni solemn mëngjesin e të mërkurës nga rezidenca e tij brenda mureve të qytetit të Vatikanit në Bazilikën e Shën Pjetrit. Kardinalët me kapele të kuqe, priftërit, fretërit që mbanin qerinj dhe rojet zvicerane me helmeta shoqëruan trupin e pajet të Papa Franceskut, i cili u nda nga jeta mëngjesin e të hënës në moshën 88 vjeçare. Një kor meshkuj shkëndonte psalme nga Bibla dhe lutje në latinisht, ndërsa këmbanat e mëdha të bazilikës binin sipas traditës. Arkivoli prej Druri me trupin e papës 88 vjeçar, i cili ndorroi jetë 2 ditë më parë pas një goditje në tru, mbajt nga 14 njerëz me doreza të bardha dhe me kostume të zeza. Të dashur vëllezër dhe motra me dhimbje të thellë, ne shoqërojmë tani eshtrat mortore të Papa Franceskut në Bazilikën e Vatikanit, tha në fillim të ceremonisë kardinali irlandezo-amerikan Kevin Farrell, ndërsa arkivoli kalonte sheshin e Shën Pjetrit, një turm prej disa mijëra njerëzish shpërthyen në duar trokitje të përsëritura, një shenjë tradicionale e respektit në ngjarje të tilla. Papa Francesku, i cili kaloi 5 javë në spital në fillim të vitit, duke u trajtuar për pneumoni të dyfisht, u shfaq për herë të fundit në publik të dielën në meshën e pashkve në sheshin Shën Pjetër. Trupi i tij do të mbahet në Bazilikën e Shën Pjetrit deri të premten në mbrëmje, duke lejuar besimtarët të kryejnë nderimet e tyre. Funerali i tij është caktuar për të shtunën dhe do të tërheqë krerët e shteteve dhe qeverive nga e gjithë bota, duke përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump apo presidentin e Ukrainës Zelenski, udhëheqës nga Italia, Franca, Gjermania, Britania e Madhe, institucionet e BE-s dhe nga vendlindja e Franceskut Argentina kanë konfirmuar gjithashtu pjesëmarrjen e tyre.